Rrushi dhe xhamia. Të dashur miqë, transmetohet se në një vend një pasanik I fshatit duke u kthye prej punës në fshat u ndal në njërin prej pazarëve që të blej disa materiale ushqimore për në shtëpi. Aty I ra në sy një trunk rrushi mjaft mirë I pjekur dhe dëshiroi që të blej edhe prej tij. 2-3 kilogram I futi në veturën e tij dhe kthehet për në shtëpi. Kur erdhi në shtëpi, papritmas po e thirr një prej kolegëve të punës, duhet drejt për drejti detyrimisht të kthehesh më njëherë te puna për shkak se ka ndodhur diçka. I shkarkon materialet ushqimore, kthehet te puna 1 orë vonesë dhe kthehet sërish në shtëpi. Kur kthehet në shtëpi, e pyet zonjën e tij, mos ndoshta po më japish pak prej rrushit që më kishte rënë në sy. Zonja I thot, më vjen keq, por rrushin e harxhuam krejt. Nuk met një pjesë për mua, tha jo, të gjithë e harxhuam. Ju boft mirë. U ngrit njeriu dhe shkoi në një fshat tjetër në të cilën ndërtoheshte xhamia. E pyeti, sa kushton kjo xhami? I treguam. Zotriu në fjalë e pagoi me pasurinë e tij krejt xhamin. U kthye te shtëpia dhe gruaja e pyeti se ku ishe. Tregoi se xhamia e cila ndërtohet në filan fshatin din, tha po, isha dhe e pagova krejt xhamin. Krejt xhamin, po. Krejt parat I harxova. Një pjesë e vogël ka mbet, po shumicën e harxova. Tha, pse bën këtë? Ti din se ka familje dhe ke njerëz. Burri në fjalë tha, nëse familja nuk ishte në gjendje të më lënë pak rrush, ta e shijoj këtë, duke qenë gjallë, nuk ju kujtova fare. Si do t'i kujtohem familjes pasi që unë të vdes? Andaj, më e mira prej të mirës, sa për t'jetuar po ju lë juve, kurse pjesën tjetër po investoj aty e cila do të më kthehet mua personalisht në varrin tim. Dhe gjithë personat të cilët do të lutën dhe të falen në atë xhami, ndoshta një pjesë prej saj më shkon edhe mua. Të dashur miq, investatori I mirë është ai I cili e investon pasurinë e tij për të ardhmen e jo për të kaluarën. Ata të cilën lëm mbrapa do ta shfrytëzojnë ashtu sikur duan dhe sikur dinë. Ata të cilën investojnë për varrin ton, atë e ruajmë te Zoti jon. Allah na I fal gjunahet, na I pranoft agjërimin dhe gjithë atyre të cilët kontribuojnë për të mirat e xhamive dhe për të mirat e anës sociale, shpirtërore të jetës së shqiptarëve. Zoti I shpërbleft kudo që jeni mbetshit mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullah.